Departamenti Amerikan I Drejtësisë bën me dije se ka gjetur më shumë se 1 milion dokumente shtesë që mund të lidhen me shkelsin e dënuar për krimet seksuale Jeffrey Epstein. FBI dhe zyra prokurorit të distriktit të Manhattanit zbuluan dosjet, thanë në deklaratë të njëjtën. Për shkak të vëllimit të madh të materialit, publikimi I tij detyruar ligjërisht do të zgjasë disa javë. Avokatët do punojnë pa ndërprerje për të kryer redaktimet e kërkuara ligjërisht për të mbrojtur viktimat dhe ne do të publikojmë dokumentet më shpejt sa të jetë mundur, thekson deklarata. Publikimi I dosjeve të Epstein është një nga çështjet qendrore politike të vitit në SBA. Administrata e presidentit Donald Trump ka filluar publikimin e dokumenteve që janë vënë në dispozicion deri më tani. Kjo është në përputhje me një ligj që Kongresi miratoi kundër dëshirës së Trump, përfshirë edhe me votat e republikanëve. Ligji urdhëron të publikimin e të gjitha dokumenteve të Epstein deri më 19 dhjetor, por lejon të disa redaktime për të mbrojtur viktimat. Megjithatë, votimet e mëparshme ishin redaktuara I shumë, sa kjo I zemroi edhe disa republikanë. Ata po luftojnë për shumicën e tyre të ngushtë në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e Kongresit në fillim të nëntorit. Udhëheqësi I pakicës në Senatin Amerikan Chuck Schumer akuzoi Trump për mbulim të dokumenteve të sapo dalë në dritë. Amerikanët meritojnë një përgjigje për pyetjen se çfarë po fshihet dhe pse, shkroi politikani I opozitës në X. Drejtësia e vonuar është drejtësi e harruar, tha ai. Rasti Epstein është I mbuluar me spekulime, prandaj presioni për publikimin e tij është rritur vitet e fundit. Epstein, I cili kishte lidhje veçanërisht të mira midis të pasurve dhe të famshme, gëshohet se sigronte të miturave për seks disa prej të njohurve të tij. Ai u gjeti vdekur në burg në vitin 2019, një vdekje që u cilësua si vetvrasje. Trump dhe Epstein ishin miq të ngushtë publikisht në vitin 1990 dhe fillimin e viteve 2000. Përpara se të grindeshin, para dënimit të parë të Epstein në vitin 2008. Trump nuk akuzohet për ndonjë shkelje dhe ka mohuar të ketë dieni për krimet e Epstein. Shumë nga mbështetësit e tij, sipas sondazheve të mëparshme, besojnë se qeverisja po fshet dokumente rreth Epstein që do të vërtetonin lidhjet e tij me figurat me ndikim.